Tyre që të gjitha ja ka glabruar një qeverisje e cila ngjason në të gjitha drejtimet me një grup të strukturuar kriminal që nga kryeministria e deri në bashkinë më të fundit apo njësinë administrative më të fundit. Zjarret janë batërdia më e madhe. Vjetu dëgjë rreth 5% e sipërfaqes pyjore të Shqipërisë. Si mjet vazhdon djegja dhe është e çuditshme. Nga vjet deri në si mjet nuk u bë asgjë për mbrojtjen kundra zjarreve. Që fol me bë breza të butë midis parcela, midis pyjeve, që edhe nëse digjet një parcelë mos me kalu zjarri, nuk u bën as i sen. Nuk shef as pajisje, as flot të re zjarr fiksesh, as trajnim special punojësish, nuk shef as mjete kundër zjarrit. Imagjino akoma tentojnë njerëzit e përpiqen me fik zjarret me kova uje, me fshesa e me lopata, diçka që nuk bëhet. Plus që është një problem. Tani dami më i madh po bëhet në Pukë aktualisht dhe në Gramsh, që është faqë sot. Problemi i Pukës është shumë i rëndë, se Puka është zemra e pyjeve të Shqipërisë. Po dhe Puka është komplet popullsi autoktone. Puka është zemra e kombit shqiptar, lecet që thonë njerëzit. Realisht ky është. Dhe Puka ka i problem. Në Pukë tani problemi nuk është se duke qenë autoktone nuk vinë as në ima nga Serbia, as nga Greqia, as nga Italia, as nga as i vend tjetër, kështu që ngelen me ndërhyj shteti shqiptar. Dhe shteti shqiptar nuk mund ta përballojë këtë situatë me dy helikopter. Se nuk e përballon dot? Nuk e përballon dot se nuk ka investuar. Korrupsioni ka shkatërruar gjithçka. Korrupsioni ka shkatërruar shkollat, ka shkatërruar universitet, ka shkatërruar bujqësinë, ka shkatërruar pyjet, ka shkatërruar pronësinë mbi pyjet. Shiko, shqiptari këtu ndihet, i thot je shqiptar, je autokton, je në vend tonë, por realisht nuk ndihet pronari tokës vet, as i pyjeve të veta, as i ujrave të veta, as i detrave të veta. Dhe kjo është kërdia që ka ndodhur, sepse pyjet mund të ruhen vetëm në rast se populli ndihet pronari tyre dhe populli del në mbrojtje dhe unë i bëj thirrje përmes medias tuaj. Dilni mbroni pyjet, mbroni pasurinë e gjyshurve tuaj. Mos prisni qeverinë. Kjo qeveri tenton me i djeg, me i shpall improduktive, me fut aty ndërtime e gjëra tjera, po edhe kur gjamës me fut, mjafton me ditë popullit që çdo pyll i djegur 1 hektar për më ripullzue don minimumi 10.000 euro. Dhe këto projekte që jep Europa i morën e i vjedhin oligarket, nuk është se mbillen pyjet të reja. Dhe 10.000 euro plus ka i problem, që çdo sipërfaqe pylli e ripullzuar don minimumi 25 vjet me shkuar në atë mos. Dhe treta, çdo hektar pyll zakonisht prodhon 12.000 ton biomasën vit. Nërsa kur digjet prodhon veç 0.7 ton. Do më thonë prodhon 14 herë më pak. Dhe kjo është dëm i ekonomisë kombëtare, duhet trajtu kjo punë në mënyrë shkencore. Pa llogarita që thuhet ti shkatërro biodiversitetin, shkatërro ata klysht e arushës, vret ata klysht e ujkut, vret dhelpër, vret lepurin, vret gjithë Rrequmbullin e Ballkanit që është përprapë. Ajo është kafshë rrallë në pyjet e Munellës, edhe ata zhduk nga faqja edhe. Pra, ky është problemi. Dhe ne këtë problem me zjarret nuk e kemi nga natyra, sepse ne nuk kemi zjarre natyrale, të gjitha janë nga dora e njeriut, të gjitha janë pasojat e mos kontrollit të territorit. Kjo është katastrofë. Çfarë do të thotë mos kontrolli territorit, që duhet ishin marrë masa paraprake, që janë zonat braktisura, që ju shmar ujë, që ju shmar çfarë? Duhet ishin marrë masa paraprake, krijimi ndarjes parcelave, duhet ishin vendosur depozita ujë, duhet ishin vendosur punë inxhinierët e pyjeve e jo patronazhistët e fllihur të partisë, duhet ishin punësuar banorët e aty në vendeve e me i paguar me rrogë, me rujt tokën e tyre, tokën e Shqipërisë e jo patronazhistët e ndyrë të partisë, duhet ishin eliminuar mbjellja atyre tokave me drogë dhe me roje, pastaj du me shku në malin tim ku kam pronë në babaj tim, nuk shkoj dot se më djel tjetri me armë se kam bjell me drogë, pra duhet bën kjo punë. Ky problem është komplet degradimi i sistemit të qeverisjes në korrupsion, në nepotizëm, në ignorancë, në hajdutëri edhe në trafik narkotikës. Degradimi i shtetit prek çdo shqiptar. Si mua demokrat, si atë kolegun tim që e kam me veti sot e ka themeluar si Partisë Socialiste të Tiranës, si gjithë që jemi këtu dikush socialist, dikush legalist, por ama ky hall, ky shoqëna e kam lidhë gjithve dhe degradimi i pushtetit të gjithë i shkatron një lloj, por që i turpron, e i poshtron, e i ndyn, e i baltos, e i flish për sa tjetër janë socialistët e Shqipërisë, që në emër të socialistëve të Shqipërisë po i bën Shqipërisë kjo keqe.
Faleminderit. Të shkojmë pak edhe tek profesori tjetër. Të shkojmë pak